Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Ja ku jemi në një vlog të ri. Sot është ditë e martë dhe unë kam menduar të hap këtë vlog të ri. Në fakt, unë kam regjistruar edhe ditën e premte, të shtunën dhe të dielën, ku fundjavën e kam kaluar në Korçë. Për të gjithë ata që më ndjekin në Instagram e kanë parë besoj nga story që unë kam qenë këtë fundjavën e kaluar në Korçë, ja kaluam super bukur. Siç ju kisha thënë, ishte ditëlindja e dajës time dhe ja kaluam super bukur. Më kishte marrë malli për të shkuar në fshat, për të parë Korçën, sepse Korça është shumë e bukur. Ja kaluam shumë bukur edhe kam kapur disa video, të cilat doja u lë me pamje mbas pak. Por fillimisht dua t'ju tregoj se çfarë do bëjmë në këtë video të re. Sot kam menduar që siç e shihni jam bërë gati, kam veshur këtë bluzën e re që blevën te Elsi Wakiki dhe është materiali super i mirë, është pambuk, 98% ishte pambuk, është kjo e bardha dhe kam veshur këtë me mëngë të shkurta duke qenë se jashtë sot bie shi, por është 22 gradë shkon, edhe është goxha ngrohtë. Dhe ku doja të dilja? Doja të dilja që jam bërë gati edhe do shkoj tek pasticceria. Mbas pasticcerisë mund të pinte një kafe me një shoqe. Dhe më pas do vim në shtëpi të bëjmë disa receta. Nxora një ask a question box në Instagram për të shkruar ide, këshilla, sugjerime për video dhe më kishin shkruar që të bëj sa më shumë video me receta, duke qenë se i preferojnë më shumë. Dhe me aq sa kam kuptuar, në kanalin tim preferojnë më shumë kur bëjmë punë shtëpie, kur gatuajmë dhe kur kemi receta të reja. Edhe kur blejmë gjëra të reja, e kam vënë re që i pëlqejnë shumë ato lloj videosh. Kështu që sot do kemi receta të reja, por përpara se t'ju lë pamjet nga fundjava ime në Korçë, dua t'ju tregoj disa gjëra që më kishte dërguar mami nga Greqia me kushëririn tim. Disa gjëra shumë të mira për Pashk, duke qenë se në videot e kaluara ju kam treguar që isha duke kërkuar për vezë çokoladë për Pashk, por te Konadi vetëm 5-6 copë ishin shumë shtrenjtë dhe nëpër supermarketet e tjera nuk gjeja. Kështu që i thash mamit, më shkoi mendja, duke qenë se kushëriri do vinte në Shqipëri, i thash, mi merr ti atje, sepse atje gjen shumë nëpër supermarkete, në Lidl edhe nëpër supermarketet e tjera, dhe mi dërgo ti me kushëririn. Dhe tani po ja u tregoj dhe më pas keni pamjet nga ditëlindja e dajës time dhe fundjava në Korçë. Atëherë do nisim nga pjesa e ushqimeve. Disa nga ushqimet unë kam vendosur në frigorifer, si për shembull salam, sepse është një lloj sallami pikant që mua më pëlqen shumë, edhe mami ma dërgon gjithmonë, nuk e blej fare këtu në Shqipëri, sidomos tani me këto që po dëgjojmë, nuk blej fare as pulën, as produktet e sallamit. Tjetër, disa lloje djathrash, të cilat i kam futur në frigorifer, dhe më pas fillojmë me çokoladat. Janë këto këtu, si vezët e pashkve, janë goxha të mëdha dhe mend që mami këto i blemi në Lidl, edhe nuk e di nëse në vendet ku ju jetoni, pra ata që nuk jetojnë në Shqipëri, se ne këtu nuk kemi Lidl, keni nga këto lloj vezësh dhe janë shumë të bukura. Dhe unë kam menduar që të rregulloj këtë shportën, të cilën më kishte dërguar po ashtu mami, e kishte bler në Lidl. Është kjo këtu me këto lepërushat dhe do ta rregullojmë më pas kur të kthehem në shtëpi me këto vezët dhe nuk e di se çfarë tjetër do fusim këtu brenda, por do ta bëjmë shumë bukur. Tjetër, jashtë është kjo halva. Ne i themi halv, që është me bajame, edhe e kam shumë të preferuar, pavarësisht se nuk po i ha shumë ëmbëlsira këto kohët e fundit, por një copë mund ta ha në 3 ditë, një herë në 3 ditë, një herë në 4 ditë. Se unë kështu i çoj gjërat, nuk është se jam personi që të marr disa ushqime dhe për shembull nga këto gjërat e qefit, çokolada, halva ose patatina dhe ti ha brenda ditës. Unë jam njeriu që i marr, ha shumë pak edhe çoj një patatinë një javë. Gjëja tjetër është cureku. Nuk e di nëse e keni provuar, po me shumë siguri e keni provuar që të gjithë. Është ky cureku i Greqisë. Unë nuk e kam hapur akoma, sepse të thash t'ja u tregoj një herë këtu në video, por ideja është që mami gjithashtu më ka dërguar dhe këtë miellin që është për curek. Dhe unë kam menduar që nesër, se sot nuk na del koha që të bëj këtë gjë, të bëj një curek vetë në shtëpi dhe të shikojmë se a do na dali fiks si ky që është
origjinali, do me thënë një blerë në Greqi, apo s'do ja dalim dot që ta përgatisim. Në fakt tani po lexoj që këtu mbrapa paketimit të miellit kemi dhe recetën, të cilën do ja u jap dhe juve, dhe do na duhet 1 kile miell, por nuk dua të bëj shumë. Me siguri do ta përgjysmoj masën, do bëj një të vogël se s'kam ku i çoj gjitha këto. Kemi mielin, këtu thotë që duhet gjalp, duhet qumësht, sheqer, vezë, maja, që unë kam, mahlepi, nuk e di nëse këtu në Tiranë ose në Shqipëri do gjeni mahlepi, dhe nuk e di se si përkthehet në Shqip, por është mahlepi dhe mastika, është një lloj si tip i majas, por si ruaza të vogla, të cilës i shtohen çurekut kur përgatitet, sepse ajo i jep shijen karakteristike të çurekut. Do e bëj pa bajame, siç është edhe kjo këtu tek paketimi. Këto ishin ushqimet që më kishte dërguar mamushja, dhe të tregojmë pak disa gjëra që ka dërguar dhe për shtëpinë, sepse ajo nuk rri. Kjo është fiksimi mamin tim, kur vihet me makinë ose me autobus, mami mbush kuti. Ndërsa unë që ikim në Finland me valixhe, ajo e vuan shumë këtë gjë sepse nuk më jep gjërat që do. Nuk i marrim dot të gjitha. Tani po vazhdoj me pjesën e gjërave për shtëpinë. Po para se të vazhdoj me gjërat për shtëpinë, me dekore që janë këto, më ka bler mami këto pantallonat ngjyrë si blu e errët, nuk e di si ta them, që janë lino, me këtë licën këtu, edhe tani që hapet të na dali dielli, vishen me një bluzë të thjeshtë, për shembull me këtë që kam veshur sot, me atlete ose me shapka, dhe janë shumë bukur. Këto mi ka marrë në masën më duket? Po, SM, edhe mendoj se do më rinë shumë mirë se nuk i kam provuar. Tani po i shikoj dhe unë për herë të parë, sepse nuk e kisha hapur valixhen, nga që doja t'ja u tregoja ju në fillimisht. Gjëja tjetër që ka dërguar mami janë këto rrugicat e vogla, mund të themi, që shtrohen tek tualeti. Njëra është në ngjyrën jeshile të errët dhe kjo në ngjyrën kafe. Këto në fakt ne i përdorim shumë, duke që se tualeti është goxha i madh, edhe vendosim një tek pjesa e mezit edhe ngjan shumë bukur. Do e ndrojmë atë që kam vendosur, do vendos për të lartë dhe do vendos një nga këto dhe do ja u tregoj dhe juve se si rrin. Vazhdojmë. Po flas shumë shpejt edhe u lodha. Gjëja tjetër që ka bler, këto i ka bler tani, sepse më tha që do merrte, peceta për kuzhinën, sepse nuk janë kurrë mjaftueshëm pecetat e kuzhinës. Janë kjo bezha, që nga shumë e bukur kjo me këto kutit. Janë 2 të tilla. Edhe një është ngjyrë blu, edhe kjo blu, edhe kjo si ngjyrë uthulle, që nga shumë e bukur kjo, më pëlqen, si roz, si ngjyrë uthulle. Pastaj, jam e sigurt që më duket se, jo jam e sigurt, po këto mi ka dërguar që t'i marr me vete në Finland. Por ç'a do bëj unë? Këto kam për t'i shtruar tek krevati, sepse janë për pranverë. Do i shtroj dhe pas do t'i marr me vete, nuk është se ka ndonjë problem. Janë këto çarçafet me lule. Shikoni pak sa të bukura që janë. Shpresoj të jenë. Jo, këto janë të mëdhaja, po janë dopjo. Dhe besoj se i bëjnë krevatit te dhoma e gjumit. Kam këto. Janë 2, duket se nuk e di a kanë klëfe për sipër, jo, nuk kemi klëfe jastëku, janë 2 çarçaf, mbase një për të mbuluar, tani që hapet koha, edhe një për ta shtruar tek dysheku. Janë këto me lulet roz, dhe janë dhe 2 të tjera, janë këto. Shikoni pak sa të bukura që janë me këto lulet e verdha, edhe këto janë njësoj si ato me lulet roz, janë 2 copë. Dhe gjëja e fundit, që harrova t'ja u tregoj, janë përsëri nga këto pecetat si pambuku, për te kuzhina, për të fshirë banakun, dhe që hyn në punë për çdo gjë. Këto ishin të gjitha gjërat, tani unë po largohem, po shkoj tek pastiqeria, ndërkohë juve po ju lë pamjet nga fundjava ime në Korçë.
Zajmie. Sapo kam ardhur në shtëpi edhe doja të tregoja pak gjëra që bleva tek Rosma, duke qenë se më kishte mbaruar xheli Lars për fytyrën, mora këtë këtu nga Nivea, e kam patur dhe një herë tjetër, tjetri ka qenë në ngjyrën jeshile, ky është me shije me aromë trëndafili, edhe thash pse jo ta marr, ta provoj një herë. Ai pari më ka pëlqyer edhe e lan shumë mirë fytyrën. Mora nga këto cotton pads se më kishin mbaruar. Mora shampo, unë ju kam thënë që përdor gjithmonë atë shampo në Head & Shoulders që është me mollë jeshile, por thash ta ndryshoja, duke qenë se edhe tani që i kam flokët e lyera, mos duhet një shampo që edhe të mbroj flokun, edhe ngjyra mos të iki më shpejt. Edhe më kishte thënë shoqja ime Adela për këtë shampon, kjo nga Elvital, që është 2 në 1 thot, që nuk e di pse është 2 në 1, po besoj se ka edhe pak zbutus brenda, nuk e di, edhe që e mbron ngjyrën e flokut. Tani të shikojmë se si do reagoj floku im. Edhe gjithashtu mora një mask për fytyrën, një mask të thjesht, duke qenë se kam kohë pa përdorur mask. Mora këtë që është me kolagjen, edhe nuk e di se çfarë tjetër. Gjallëron lëkurën, dhuron hidratim për një kohë të gjatë, redukton rrudhat e fytyrës. Unë tani do përgatis byrekun me spinaq edhe me qepët i njoma, do t'i shtoj edhe pak djathë të bardhë, edhe pak koz, do t'i shtoj edhe pak djathë guda, duke qenë se e kam edhe shije të mirë do t'i japi më shumë. Tjetër do rregulloj pak edhe atë shportën me lepuj për pashk, me vezët e çokoladave që na dërgoi mami, dhe e kam lënë që në orën 5 ose 6 të dal me një shoqe, është hera parë që dalim për kafe. Ne ndërkohë kemi kaluar fëmijërim bashk, jemi në një lagje, kemi dalë gjithmonë bashk, por tani po dalim për kafe. Kam menduar që të vesh pardesyn kafe, që se kam veshur asnjëherë, ndërkohë për veshjen nuk e di, mbase mbaj të njëjtën, xhinse edhe këtë bluzën e bardhë, duke qenë se thjesht një kafe të thjesht do pi. Dhe kështu do jetë mbasditja ime. Jam bërë gati edhe i lëshova flokët, i kam kapur gjysma, ndrova vetëm bluzën edhe mbajta po të njëjta xhinse, to që janë super gjata. Tani t'ju tregoj pak se si më ri edhe pardesya, është hera e parë që e vesh. Në fillim më duk pak si shumë e madhe, por është masa S. Mase duhet të kisha marrë masën extra small, por nuk e di. Tani nuk ka shanse që unë ta kthej këtë, sepse ka kaluar shumë kohë. Edhe kjo është pardesya.
ka edhe këtë rripin nga mbrapa, të cilën do ta lidh, edhe në momentin që unë e lidh, kjo bëhet, do më thëmë, blidhet më shumë, ngushtohet, edhe ngjan më normale, tamam siç duhet të ri një pardesy. Tani nuk e di si duhet ta lidh këtë nga mbrapa, por e bëra kështu si fjongo. Edhe kështu duket. Mendoj se më shkon, këto ngjyrat sikur më shkojnë. Kam vendosur një palvath, edhe kjo është çanta e vogël që unë kam marrë me vete nga Finlanda dhe e përdor sa herë që mund të dalë mbas diteve. Tani po largohem, sepse s'duhet të vonohem shumë dhe do shihemi mbase nesër ose më vonë. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Sot është një ditë shumë e bukur, e kemi me diell, është super ngrohtë, madje e ka dhënë 27 gradë, edhe unë e shfrytëzova në maksimum, dola në balkon dhe bëra stërvitje, edhe pse më binte ai dielli në kokë, por më super shijoj. Tani do bëhem gati sepse duhet të shkoj pak në supermarket për të marrë gjërat që na duhen për të përgatitur çurekun që ju thash dje. Kam bërë gati listën, do me thënë se çfarë më duhet dhe do t'i blejmë që ta përgatisim, nga që përgatitja e çurekut do në fakt goxha kohë, sepse do që të vi, ta punosh, të vi përsëri derisa të arrihet rezultati i duhur. Shikojmë se si do të na dali, inshallah na del mirë sipas udhëzimeve dhe recetës që ka paketimi i miellit nga mbrapa. Unë mund të bëj edhe një recetë tjetër të çurekut, por thash pse jo mos të përdorim këtë recetën që ka paketimi nga mbrapa, mbase do jetë shumë e mirë. Një gjë tjetër që doja të thosha është që dje ne ja kaluam shumë mirë dhe kur u ktheva në shtëpi nuk xhirova më sepse kishte shkuar goxha vonë edhe nuk kisha se çfarë të tregoja në ato lloj ore, por që sot kemi goxha gjëra të bukura për të bërë, duke nisur nga përgatitja e çurekut. Ja ku jam unë përsëri, edhe u ktheva nga marketi ku bleva disa gjëra që më duheshin. Dhe tani jam bërë gati për arsye se do bëjmë recetën e çurekut. Kam bërë këtu gati të gjitha përbërësit. Unë nuk do bëj të gjithë masën që receta e jep për 1 kg miell, por do e bëj për 500 gram miell, për arsye që mos të bëj shumë.
Dhe do të na duhet 500 gram miell për çurek, do të na duhet sheqer kaf ose sheqer i bardh, unë e kam të përzier, dhe na duhet 170 gram sheqer, do të na duhet 113 gram gjalp, tjetë i butë në temperaturë ambienti, pavarësisht se ne do ta shkrim, do ta tresim. Këtu kam 2 kokra vezë, të cilat do t'i ndaj, do marrim të bardhat veç dhe të verdhat veç. Kam gjithashtu maja, të cilët do na duheshe 30 gram maja, edhe mahlepi, është kjo këtu, do na duhet i gjithë ky paketimi 8 gram, dhe mastika që është 5 gram. Këto janë të dyja, nuk e di se ku mund t'i gjeni, nuk ju ndihmoj dot për këtë pjesë, sepse edhe unë më përpara i kam pas kërkuar, dhe më pas kam përfunduar duke mi dërguar mami. Te kjo xhezvja këtu kam shtuar dhe 1 sekond ta shikojmë, na duhet 120 gram 120 ml qumësh, të cilën do ta vendosim tek pjanura për ta nxehur, deri në moment do nxehet, jo sa të marrë val, por të jetë e nxehtë, do ta lëm vetëm pak sekonda që të ftohet dhe më pas do shtojmë majan që të aktivizohet. Dhe kështu do vazhdojmë me të gjitha hapat, por le të fillojmë nga puna dhe t'ja u tregoj avash avash. Atëherë, te ky tasi këtu kam shtuar qumshin e ngrohtë edhe majan e cila është aktivizuar dhe 500 gram miell të cilat ne do na duhen për recetën, do ta ndajmë në 3 pjesë të barabarta, të cilat do t'i shtojmë në faza të ndryshme të përgatitjes së kësaj recete. Dhe si fillim do t'i shtoj 165 gram dhe më pas gjatë fazave të tjera do i shtojmë dhe 2 masat e tjera. Do t'i shtojmë, do e punojmë te ky tasi që kam qumshin dhe majan dhe do ta lëm për disa minuta derisa të çlodhet brumi. Ndërkohë tek një tenxhere e vogël kam shkrir qumshin dhe kam shkrir gjalpin dhe sheqerin dhe do ta lëm edhe atë po ashtu që të ftohet derisa të fillojmë në fazën tjetër të përgatitjes së kësaj recete. E mira e kësaj recete ishte që të kishin mikser, por duke qenë se unë nuk e kam dhe nuk e kam fare, jo vetëm se nuk e kam këtu, por edhe më është djegur, do e përgatisim çurekun do ta punojmë me dorë, nuk kemi zgjidhje tjetër, por ju nëse e keni në shtëpi mikserin, e mira është ta përdorni. Kanë kaluar 2 orë edhe kështu duket brumi i cili është fryrë dhe tani është momenti që të krijojmë çurekun. Jam shumë kurioze se si do të na dalë, duke qenë se është hera e parë që provoj ti përgatis dhe do marrim tavën e furrës, të cilën e kam këtu. Dhe do shikojmë se si do na dalë çureku. Marrim tepsin, t'i vendosim një letër dhe krijojmë formën e çurekut.
dukeshi. Tani do t'ju tregoj pak se si ka dalë çoreku, që më mirë mos ta shihni fare, por nuk e di pse. Është një recetë e marrë nga paketimi I miellit. Nuk e di pse rrezikova të bëja atë lloj recete dhe mos bëja një që e di që del e saktë. Por, përveç se s'ka dalë tamam çorek, s'ka dalë fare si çorek, nuk e di ku e kisha mendjen edhe është pjekur pak më shumë se ç'duhet. Por po e marr tepsin dhe po ja u tregoj. Gjëja që më vjen më shumë inat është që u lodha duke bërë videon për Instagram dhe si përfundim normal që nuk do e hedh sepse nuk kemi se ç'a t'i tregojmë. Kur nuk del një recetë saktë, normal që nuk do ta postojmë që ta bëjnë dhe të tjerët gabim. Tani po ja u tregoj pak se si duket. Duket si buk, si kulaç. Por, nuk e di, as në shije nuk është se më pëlqen shumë. Ka ndikuar mbase receta që nuk ishte një recetë e provuar më parë. Edhe besoj se ka ndikuar edhe që nuk isha mikserin e duhur, e kam punuar me dorë, edhe besoj që këto ndikojnë shumë tek një recetë. Shikoni si ka dalë brenda. Ndërkohë, të marrim pak çorekun që është origjinali, që bëjnë në Greqi. Dhe të bëjmë pak krahasimin. Tani vetëm shikoni nga paketimi se si është dhe si është kjo që ka ta ndisa unë. Ju mos e provoni ta bëni në shtëpi. Në qoftë se doni ta përgatisni, do ju lë një link në description box ku të shikoni këtë recetën e saktë që I bën shumë të mira edhe mami ime ka provuar në shtëpi dhe ka dalë goxha e mirë dhe jo këtë që unë bëra. Atëherë, shikoni pak se si është ajo e blera, si e ka pamjen nga jashtë, qa teksture ka, sa e butë që është si sfungjere. Në më thënë nuk ka lidhje. Ja, madje do ta këpus pak këtë, se kisha gjithë të ditë që e mbaja, sepse prisa të bëja këtë çorekun tim të famshëm, që të bëja krahasimin dhe rezultatin e pat. Ja se si duket nga brenda ky çoreku I bler. Dhe si duket ky imi. Më vjen për të qeshur, po më vjen dhe inat që nuk doli. Edhe pse ja futa kot që bëra atë recetën e paketimit të miellit. Përpara se të shkoj të bëj pak skincare-in tim dhe do vendos një maskë, atë maskën që bleva dje tek Rossmann, do përgatis pak apo të bëj maskën një herë. Nuk e di. Të përgatis darkën një herë apo të vë maskën. Do bëj një dark shumë të thjeshtë që e pash në Pinterest dhe është me kastravec. Do ja u tregoj edhe juve që ta shikoni dhe besoj se del shumë e shishme. Kjo vërtet do dali shumë e shishme se janë shije që ne I kemi provuar. Atëherë për darkën do të na duhet kastraveci, do na duhet misër I zier, ton, unë nuk do shtoj të gjitha se pak do bëj, edhe krem djathi edhe pak qep e grir I. Para se të bëj skincare-in dhe të vendos maskën, doja t'ju tregoja dhe këtë krërkën e vogël që ma kishte dërguar mami. Shikoni pak sa I bukur është. Unë kam një krëhër vetë, por e kisha bërë cop-cop. Edhe nuk kisha bërë mbar që të merja një tjetër. Do ta marr tani pastaj edhe kisha ngelur me atë. Por shikoni pak se sa I bukur është ky, është si gjethe. Me këtë ngjyrën gri si pastel, nuk e di. Kam nisur që e kam rëzuar 2 herë deri tani, do më thyet fare. Tani, floku im është në këtë gjendje. Më duket sikur atje ku I lyeva që I bëra me këto fijet balajash, sikur nuk e kishte dorën e mbar, ai parukieri, për arsye se sikur s'mi arritur shumë flokët, unë zakonisht më rriten shumë shpejt, po këtë herë më duket sikur s'mi arritur shumë. Edhe do t'i lyej mbas pushimeve, kam vendosur t'i bëj mbas pushimeve duke qenë se
po t'i bëj para pushimeve do të më prishen nga uji i detit, nga uji me krip, kështu që mendoj t'i bëj mbas pushimeve para se të ikim. Ndërkohë, edhe krem hidratues i fytyrës është duke më mbaruar, siç e kam marrë tek ato provzat që merren kur udhëton, duke qenë se nuk kisha valixhe dhe i mora në travel size, edhe ajo po më mbaron avash avash, por nuk jam e sigurt që nëse do marr përsëri të njëjtin krem, atë të CeraVe's, apo ta ndryshoj, por me thënë të drejtën, ai kremi CeraVe's mua më ka ndonjur shumë mirë në lëkurën time, u bë goxha muaj që e përdor, edhe duke qenë se atje në Finland është shumë ftohtë, vetëm ai më ka bërë derman, sepse kur shkoja në fillim përdora ta Avenit dhe shikoja që kisha shumë tharje në lëkurë dhe vetëm ky ma mbante goxha të butë lëkurën. Tani nuk e di nëse duhet ta ndryshoj apo jo, por do ta mendojmë. Kam akoma pak kohë derisa të përfundoj dhe ai krem. Diçka tjetër që doja të flisja është që kam parë në Shein disa rroba banjo shumë të bukura, sepse dua të marr disa, duke qenë se do më duhen për pushimet këtu në Shqipëri, edhe kam parë disa që do t'i porosis, edhe kur të vi Gjesi do të mi sjelli. Nuk e di se si, s'ka marrë asnjëherë rroba banjo nga Sheini, por kam pyetur një dy shoqe të cilat kanë marrë, edhe thonë që dalin shumë të mira edhe ja vlejnë, domethënë për çmimin që kanë që t'i blejmë. Tani të shikoj se si do më rastisin edhe mua, kam parë disa shumë të bukur. Kam parë edhe një palë pijame, kam parë edhe një çantë të bukur që ta kem kështu për ditët e verës, në plazh, mbas ditet. Duke qenë se unë kam marrë vetëm 2 çanta të vogla me vete, do të më duhet të kem edhe një tjetër. Do vendos kremrat e mi. S'po e kuptoj se çfarë është kjo. Që nga si një maske lyer me krem. Aromën e pas ka shumë të mirë. Inshallah mos jetë parfum, që të na acaroj fytyrën më shumë, por ta shikojmë se si do na bëjë ndonjë efekt apo jo. Ndërkohë, para se të vë maskën, sepse mendoj të bëj edhe mbylljen e këtij vlogu, duke qenë se kam disa ditë që po xhiroj, kemi dhe pamjet nga Korça, por shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer, edhe nëse keni kritika, këshilla apo sugjerime për video të tjera në vazhdim, mund të më bëni në komente ose të më shkruani në Instagramin tim, që do t'ja u lë këtu poshtë, ose besoj e keni mësuar se kush është Instagrami im, sepse shikoj shumë vajza të cilat më shkruajnë edhe në Instagram për sa i përket videove në YouTube dhe më bëhet shumë grup shoqëror ose një grup nëpërmjet rrjeteve sociale në të cilat bisedojmë rreth videove dhe gjërave të ndryshme. Kështu që mos hezitoni të më shkruani ose të më komentoni, të më kritikoni, sepse i presim edhe kritikat kur nuk e bëjmë diçka mirë. Dhe të më jepni sugjerime për videot në vazhdim, edhe pse tani po hapet koha dhe po bëhet akoma më ngrohtë, mbase do kemi video akoma më të bukura. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe të shihemi në një video tjetër. Pafshim!